Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë për gjitha mirësitë që Allah na I ka dhënë, për gjitha begatit, dhuntit që ai na nderon dhe kujdeset me to ndaj neve. Allahu qoftë I falëruar ashtu sikur që ai din për veten e tij, për te mundësive që ne ta falënderojmë dhe lavdërojmë me gjuhët dhe zemrat tona. Lavdata dhe bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar pranishëm vëllezër dhe motra, falënderoj edhe muftinin e Beratit në krye muftion e zellshëm dhe punëtor me kolegë dhe hoxhallarë të tjerë që angazhohen në vazhdimsi për projektet Harit, për të urime të dobishme që të ngritet vedia e besimtarve, të pasurohet me dije dhe të shtohet adhurimin e këto vende. Të nderuar, ka shumë tema që ne kemi nevojë të flasim për to, të trajtojmë, por nganjëre disa tema të imponohen në kuptim pozitiv, si rrjedhoje ngjarjeve të caktuara, si rrjedhoje zhvillimeve të caktuara. Dhe kur flasim për ngjarje dhe zhvillimet, njerëzit janë mësuar që këto ngjarje dhe zhvillime të ndaliten kryesisht me politikë, me ekonomi, me ndoshta edhe aspekte shëndetësore kështu me radhë. I kushtojmë vëmendje të madhe ngjarjeve të këtilla, flasim për to, diskutojmë, debatojmë, bëjnë lajme, çdo shtëpi flet për atë sa e prek lajmi I caktuar dhe ngjarja e caktuar. Ka disa ngjarje që janë shumë madhore, shumë të rëndësishme, por fatkeqësisht nuk janë të këtilla në mesin e njerëzve. Prandaj roli jonë është që këto ngjarje ti shpërndajmë, të flasim për to, të I trajtojmë me rëndësinë që I ka trajtuar Allahu te bareke ve teala. Dhe të përfitojmë ne fillimisht nga ngjarjet e këtilla, pastaj edhe njerëz të tjerë. Të nderuar, nesër është dita e parë e muajit Dhulhijhe. Dita e parë e muajit Dhulhijhe për shumë njerëz është e panjohur. Nëse e din, nuk është diçka e rëndësishme. Ndërsa nga nesër 10 ditë me radhë deri ditën e Bajramit, plus 3 ditë me radhë tjera ditët e thirrjes së Kurbanit, domthonë janë ditë më të mira të vitit. Nuk ka ditë më të mira. Në këto ditë ndodh dhe zhvillohet ngjarja e rëndësishme e jetës, jo e vitit, haxhi. Haxhilerët kanë shkuar në haxh, janë nisë për haxh. Disa grupe kanë shkuar, disa presin që të shkojnë, por të gjithë përfundojnë ndoshta mbrana 2-3 dite vendosen në Mekë. Ne shumë se ngjarja e haxhit të ndrozur për cilët, por si moment. Pastaj ne e harrojmë. A dini çka do të thonë? A dini çka do të thonë? Që në këtë ngjarje kaq madhore të kemi përfaqësues nga trojet tona. Shkoni për shembull çfarë ngjarje e madhe bëhet nëse për shembull ekipi jon shtetënor apo është pjesëmarrës në kupën botërore. Është ëndër e madhe. Pse? Ngjarje e madhe globale, botërore, apo zhvillim I madh sportiv. Dhe sa gëzimi, domthonë festimi, e sa diskutimi, e sa lavdatat, e sa kështu me radhë, thjesht për pjesëmarrje. Ndoshta eliminohen në gjirën e parë dhe kthehen. S'prish punë, kemi marrë pjesë. Apo Mos bëhet fjalë me arrit në deri në gjysmëfinale apo finale, jemi larg nga ato nivele të suksesit sportiv. Megjithatë, pjesëmarrja në këtë ngjarje, në këtë event të madh botëror për ne është shumë domethënës. Nëse bëhet ndonjë për shembull takim në nivel politike dhe kemi përfaqësues nga vendi ju në atë ngjarje,
klitet shumë, edhe na jemi aty, kemi marrë pjesë. Do të shënohet ngjarje të tilla në forma të ndryshme. Mirë, haxhi është ngjarje e rëndësishme. Apo a duhet më kualifiku për të marrë pjesë në haxh? Dhe aty ka kvalifikime. Jo me vrape me kështu më radhë, po a është edhe pjesëmarrja në haxh për zgjedhje? Apo a shkon në haxh kush ka para? Jo. Ka njerëz që kanë para po shkojnë në haxh. Ka njerëz që kanë pozitë po shkojnë në haxh. Dhe haxhi është për zgjedhje. Në gjuhën e sportit një lloj kvalifikimi, Zoti përzgjedh kush më shkuat. Ibrahim alayhis salam i ka thirrë njerëzit në emër të Allahut dhe thirrja e tij vazhdon jehonën e saj dhe ndi gjykimit dhe njerëz përgjigjen. A është ngjarje e madhe kjo apo jo? Ngjarje e madhe jo si shtyllë e Islamit, kuptim të besimit, nuk po flas si shtyllë e Islamit e rëndësishme që ta konfirmojmë se besojmë, s'po flas për besim, po flas për pjesëmarrje si ngjarje. Të nderuar vëllezër dhe motra. Ata që kanë shku në haxh vetë nuk kanë mujtë me shku. Pse s'ka mujtë vetë me shku? Për shkak se ka një familje që i ka mbështet, është kujdes për ta, i ka përcjell, i ka rrit dikush kanë lidhje me dikon për neve. Pa në çdo haxhi që ka shkuar atje realisht ka një lidhje me dikon për neve këto. Larg, afër, s'më rëndësi, ka një lidhje me neve. Ai që ka shkuar në haxh të ndërozë, domthon e ka thirr Allahu dhe i është përgjigj. Kur ka njerëz në mesin tonë që Allahut i përgjigjen, a duhet t'i gëzohemi kësaj ngjarje apo jo? Po padyshim se po. Shumë i gëzohemi. Unë që kam marrë nga Mitrovica atje, do kam kalu sa kilometra, kur e parë xhamin plot që njerëz janë përgjigj, u gëzova. Jo për faktin e numrit njerëzve për ligjëratën, po për faktin e njerëzve, vëllezër dhe motra që i ranë Allahut në sejdë. Në këtë vend e kudo qoftë. Andaj kjo është ajo që na bën më gëzu. Kjo është e rëndësishme. Ti përgjigjemi Allahut te barekuhu teala. Pastaj të ndërozë, a dini çka ndodh në Arafat? Nuk ka gjatë vitit ngjarje më e madhe se në Arafatit. Nuk ka. Se dita e Arafatit nuk ka. Dita më e madhe e vitit, ngjarja më e rëndësishme është Arafati. Dhe në Arafat bën ndryshime edhe kosmologjike. Sikur se ka në hadith pejgamberi sa do me lajket lëvizin, Allahu zbret të thret, na nuk dim çka realisht kjo. Po kuptojmë si një zhvillim interesant kosmologjik për te kufive të së dunja e vogël. Pse ndodhin këto gjitha? Ja një shkputje nga ajo që ndodh. Allahu i thot me lajkeve, apo e shihni këta Arab plurose të lodhët, se plur ka në Arafat, atje parfum s'ka, as ban me vendos parfum. Allahu e don erën e sakrificës të pluhurit, të lodhjes, sikur se e don erën e agjerusit. Dhe qaja është e natyrshme, qaja është originalja, qaja jetë ti original, pa kamuflim dhe pa aktrim. I drejtojnë Allahu të azogjen me lutje, e Allahu thot me lajkeve, Allah alëm sanë të me lajke. Një me lajke nështë e mbulon dunjon me madhësin që e ka atë. Në ku e dim në? Allahu thot, ju kam dëshmitar, u a kam falë mëkatet. Dhe doat përgjigjen. Do me thonë, ata kanë shku edhe në kuadrat e lutjeve që kanë me i pas, kanë mu lutë për familjet e tona, për ty e për mu. Kanë lutë për vendin tonë, kanë mu lutë për këtë. No, na kena përfatsus në një ngjarje të madhe, ku Zoti i gjithësisë pranon kërkesat dhe përgjigjet, e na gëzohemi se në zgjidhim problemet. Do ai përcjellim haxhit na kështu, a gëzohemi na me haxhit kështu? Unë menoj të rrugës se sikur të ishte dunjoja marë si duhet të orientuar apo, haxhlerët do duhet përcjelleshin me ceremoni shtatënore zyrtare ato. Nga se na përfaqësojnë në kongresin më madhësor global që një njerëzimi atë. Në mes në qindra nacionaliteteve edhe na jemi. Edhe gjuha jonë, edhe flamuri jonë, edhe kombi jonë, edhe populli jonë.
A ka diçka më e madhe se haxhi? Po flas me referencë në shpalljes për njerëz caktuar, një lojë futbolli është më e madhe se haxhi. Po flas për këtë kategori. Po flas për një mendje të ndritur për njëri të udhëzuar. E tash, pas kësaj të ndrozur, është edhe Dhulhijja. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka ditë gjatë vitit që vepra e mirë tek Allahu është më e dashur se këto ditë. Allahu çdo ditë e don dhikrin. Me përmend Allahun çdo ditë e don. Me fal sabahun xhami çdo ditë e don. Me lezu Kur'an çdo ditë e don. Ama dashuria e Allahut dhe shpërblimi i Allahut për këto vepra në këto ditë është i jashtëzakonshëm për të kësaj. Edhe na jena pjesëmarrës e një ngjarje madhore. Haxhilierët kanë bashkuar mes kohës dhe vendit, do të na jena pjesëmarrës në një ngjarje madhore kohore. Për shkak të Dhulhijjes. Mirë, nesër është Dhulhijja. Realisht kemi hyrë në Dhulhijje, me akşam tash. Kemi akşami, do ka përëndu dita e fundit e muajit Dhulqaade, kemi në Dhulhijje. Si po ndiheni? O diçka e veçantë? Apo normal kemi arë sigur se mbram falë akşam dhe sot jemi njëjtë? Si keni gjendë në zemrën si vëpën? Si është zemra me Zotin te bareke ve teala, si është disponimi, si është gëzimi që Allah ta mundsoj me mrije një Dhulhijje, si është? Apo është normal ato? E tash po hyn temën që du me folë shkurtimisht apo. Krejtë ngjarje madhore, gjitha këto mirësit mëdha, të vëllezër, që kështu duhet u përjetu, që po e përmend unë, madje shumë më tepër se kaq. Pse nuk është kështu? Ku është pengesa, ku është problemi? Problemi është ndërruar dhe motra të një smundje, veç një smundje, që ka kaplu njerëzimin, e fatkeqësisht edhe besimtarët. Si pasojë e kësaj smundje, do me thonë, jemi të orientuar edhe në shënimin e datave të caktuara, edhe në vlerësimin e situatave, edhe të ngjarjeve, edhe të shumë gjërave të tjera. Cila është kjo smundje? Është ajo që Allahu flet për të shumë në Kur'an, edhe ka folë për të shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kësaj smundje në gjuhën arabe i thonë gafla. Allahu tha në Kur'an: "Wala takun min al-ghafilin." Mos u bë gafil. Çka është gafil? Çka është gafleti të ndodhur? Çka është kjo smundje? Si manifestohet kjo smundje? Në jetën e përditshme, që kena mundësi të kuptojmë a jemi të prekur, sa jemi të prekur, si manifestohet dhe pastaj të shikojmë se cilat janë udhëzimet sheriatike, fetare të shpalljes për trajtimin e kësaj smundje. Fillimisht, kjo smundje kërkon trajtim shumë më gjatë. Nuk është një grip sezonal, apo jo, është shumë më e rrallë. Prandaj kërkon trajtim të vazhdueshëm dhe shumë më thelluar dhe më të zgjeruar. Mirë po, unë do të mundom të mbrana një kohës që kemi me e prezentu këtë smundje si problem dhe disa udhëzime që nëse i marrim me lejen e Allahut të mënduar, trajtimi është në rrugën e duhur. Të ndrozë, Allahu i tha pejgamberit mos u bën nga gafilet ato. Çka gafila në gjuhën? Tash unë me një definicion dietare ka thonë kështu. Unë po do më kursoj nga këto definime, domthonë të zgjeruara, të detajzuara e kështu me radhë, dua një përkuzim kështu shkurt të shqip. Gafleta domthonë është një lloj ose kështu po them. Gafleti është shkujdesja e zemrës ndaj asaj që duhet të jetë e kujdesshme. Ç'ka është gafleta? Dhe ka tre elemente. Gjendjen që është kujdesja, apo organin që ka plot në kjo gjendje është zemra, apo dhe orientimin ka duhet të kthehet që shpëton nga kujdesja, e që është me ditë ndaj çka duhet të kujdesshme. Së pari të nderuar vëllezër dhe motra. Ku flasim për zemrën, nuk flasim për atë pjesën organike, apo që kur ka problem njeriu shkon tek kardiologu, tek kardio për zemrën, apo. Jo s'po flas për këtë pjesë organike, biologjike.
Po flas për një pjesë për te kësaj, që është shumë ma e komplikuar, shumë ma përgjithëse për njërin se kjo biologjike, se kjo organike. Ma përgjithëse është. Për shkak se kjo që kemi organike, biologjike kjo që ka kriju Zoti Gjellewala që e pompon gjakun, apo, kjo të nërëzër është përgjithë për jetën. Nëse s'kujdesësh, vdes. Kaq. Dikush është pa e thjeshta, po mirë e thjeshtë e komplikuar, kaq, është vdes. Mi pa jetë tjetër përse na do të më u kujdes, e kemi shkujdesjet madhe, ajo nuk o që vdes të përfundon. Jo. Shpëtimi e di gjykimin varet nga shëndeti i kësaj zemre. Nga se Allah tha në Kur'an, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk bën dobi pasuria e as fama. Fëmit janë fama, fëmit janë përkrahja. Nuk bën dobi as pozita, as fama, as ndjekësit. S'bojnë dobi. E çfarë do bën dobi? Illa përveç. Do këtë tjera të jenë të parëndësishme. Kush tek Allahu vjen me zemra të shëndosh. E zemra e shëndosh është zemra që kujdeset për ty. Apo kujdeset për ty. Kujdeset që ti jesh i orientuar ka duhet. Andaj na jetojmë në një kohë të ndryshme ku faktorët që e përgjumin zemrën dhe e mbulojnë me gaflet janë të shumtë. Janë të shumtë. Nga shtëpia, shkolla, rruga, mediat, kudo që të sillesh, apo realisht të gjitha rrethonat janë në favor të gafletit, janë në favor të shkujdesjes, janë në favor të mungesës së interesimit për atë që duhesh më interesu. Dhe për te i kësaj nuk përfundon këtu, po në mungesë të interesimit për atë që duhesh më interesu, në mungesë të kujdesjes për atë që duhesh më kujdes, tash ka alternativa tjera. Kujdesesh për atë që nuk duhet më kujdes. Interesosh për atë që nuk duhesh më interesu. Dhe këtu pastaj bëhet lëmsh jeta e njerit, sikur sa është sot lëmsh jeta e njerit. Për shembull të ndërsa, të marrim për shembull. Për çka duhet zemra më kujdes? Çfarë roli ka zemra? Që një pyetje jo bëjë. Nëse e pyes dikon pyve, zemra çfarë roli ka? Zemra organike apo biologjike apo? Nëse dikush thot për frymarrje, a çeshni? Morë frym me zemrën. Jo, ke ka bu, më shriti kemi për këtë. Apo? Jo, më falë është për me përpunu ushqimin. Jo, për lukës është për këtë. Apo? Pra me thonë zemra blun ushqimin. Fëmija qeshna. Apo? Non është qesharake, është ironike, është nënçmuse, është dhe me thonë, ignorancë, mos me ditë zemran, qëfar funksioni ka, organike. Që realisht edhe me dek njëri për zemrës, a o gjuna? Njëri ka pësu sulm në zemrë, në gjehnem, së është do të mësu ata në zemrë, a është shtu? Jo, edhe e është smuje si smuje tjera pëta. Ndërsa, nëse e pysim në musliman, roli asoj zemrës që ka folë Allahu për ta, cili është, nuk e dim, a që sharake, a është me qajtë. Që kjo është gafleti? Apo kuptojnë që është gafleti? Që kjo është gafleti? Që të jenis gafleti? Kur ti nuk e din për që e ki zemrën, qëfar roli ka, qëfar funksion e ka, nuk e din. E din qëfar roli ka kjo, e din. Jo që rolin, po, detajet e roleve i dim, apo. Kjo për shambull, mos me pas, qëka bëhet? Ski, qëka në do të nëse ski telefon? Po, s'komunikon njët e mirë, tani më qëka më. Vazhdo njët e të uqja, a vazhdan? Mirë për mëse po zamër, a të qërë nënë. Allahu ku fletë në Kur'an surën Kaf. Allahu fletë në surën Kaf, që këtë surë pejgamberësën ka më të hudbe me te. Musele me thëtë, e këmësu surën Kaf nga hudbe e pejgamberësën. Ka dalë
krejtë surë në ka lezu, përfëndoj hutbeja, ka zbit. Dhe këtë jo një herë, shumë herë, përshka kësë është surë që ka përmbledh për kujtimet kryesore që i duhet besimtar me në javës. E këtu Allah u thot, përfiton nga këto ligjerime, nga këto mësime, e kupton jetën, limen kene lehu kalb, ai që ka zamër. Po tonë këna zamër, jo ai që ka të krijuar, jo. Ai që e dim pse e ka pëtën. Andaj, gafleti është në lëllë, mos me ditë pse e ki zamër. Gaflet është, mos me ditë qëfar roli ka zamër. Që gaflet? Që kjo është e shkujdesja e rrezikshme. Nuk e din çka duhet zamër. Çka duhet? Roli kryesor i zamrës të vëllezër është që të udhëton drejt Allahut të gjën. Do njëri afrohet tek Allahu me zamër, jo me gjymtyr. A mund të afrohet tek Allahu me gjymtyr? Nuk mundesh. Nuk është më afrohet tek Allahu me gjymtyr. Është pa mundshme. Tek Allahu afrohesh me zamër. Organi përgjegjës për më afru tek Allahu xhallahu ala, që është nderi më i madh, nuk e dim se ka këtë funksion. Zamra të ndërlozër është vendi ku shikon Allahu kush je. Sot njerëzit kur dhe me shiku kush je, ku shikojnë? Shikojnë për shembull makinin që ki, apo pozitën që ki, orën që e mon, telefonin që fare ki, shoqnikën e ki, filoni është ku përdini, ke është orën relax, apo, e dita me njerë që ja i ka parë, apo, do me orë e di ku shqip. E shikon për shumë teshat që ka, e di e në pashën e aji, apo. Do njerë që shtu të lërsojnë. Pra ndaj komplet fokus e njerëzve për të prezentu të njerëzit që unë kush jam, ka mbet në formalitet. E Allahu kur don me gjyku kushie, ku këshyr? Në zamër që kanë. Në bazë të zamrës, e mërtu është kushie tek Allahu te barekutaala. Në bazë zamrës. Një lloj emërtimi real kushie dhe mbi bazën e këtij emërtimi, ki mu thirr ditë gjykimit, përcaktohet në bazë të gjendjes së zamrës që ti e ke. Çfarë roli ka Allah? Çfarë roli ka ata? Kush mirët me pastrimin e zamrës? Kush mirët me udhëzimet e zamrës? Nga rolet e zamrës të ndëvëzër është t'i shep pengesët e rrugës. Sikur se sy që kemi po pengesët, po kur ka kthesa, ku ka grup, ti me çka ishe ato? Me sy ishe. Me sy, nëse i mbyll syt edhe hyp makinë, çka ndodh? A mund me pa me vesh? A ki mund si me pa me vesh? Po s'ki mund si me pa me vesh, Allah. Veç me sy ki me pa. I mbyll dhe syt për plasësh, ato. Për plasësh. E syt e zamrës, a i shojnë pengesat e rrugtimit e ka Allahu xhallahu ala. A i dim pengesat që nuk pëtlojnë më ngrit. Që kjo është gafleti. Që kjo është kujdesja. Shkujdesja për gjendin e zamrës, për rolin e zamrës, që pastaj manifestohet edhe në mungesën e interesimit, se thash, gafleti është shkujdesja dhe mungesë interesimit edhe për qëllimin e krijimit. Pse i ndonjë këto? Mungesë interesimi për ahiret. Jahja ibn Muadh ka thonë një fjalë. Nuk po du me e komentu këtë fjallë. Po a them këtë fjallë, dhe me këtë fjallë pastaj, sësti nga ju gjykon e gjendin e ju apëtëm. Ka thonë Jahja ibn Muadh. Shikoni, fjallë është shkurt, ama është kriter, është një simatëse. Ka thonë Jahja ibn Muadh, rahimullah, nga asketet, devotshmit e kohës së kaluar. Ka thonë njerëzit, si kur të ruheshin nga zjarri i xhenemit, si kur ruhen nga varfënia, do të shkonin në xhenet. Kujdesi njeriu që të largohet nga varfënia, mundi që ai jap me ngrit standard jetësor, për shembull, a është i barazvlefshëm me mundin që jap për shpëtim nga xhenemi? Shall, nështë, po me siguri, nuk e di, në veç po flas,
Fjallë, po thëmë që ka thonë njërë të menqër, apo. E po, që shtu flasin të kujdeshmit, ndërsa qasjen që e përjetuve kërë thash këtë, bujnë të shkujdeshmit, apo. E kuptuve dallimin? Që kjo dallimin? Po sa thash këtë fjallë, në menjere, apo, pse? Për shkak se tash në ronë me mire ka, e po, dhe më thonë, i kujdeshmi kur ta të rejqë vërejtin, këndelesh. Pse? Pse ke qenë në gjendje të një lëjdehje të dunjas, shkujdesit madhe për atë që duhet. Qëllimi i krimit, ahireti, të nëzër, botë arshme. Nësa ajete Allah ka folë për gjenetin, shumë sura, shumë ajete. Ka përmenë rrasë ndryshme, javlemë në që edhe në këtë asmetën. Përsëritja e ajeteve në Kur'an që flasin për gjenetin, a janë për shkak të besimit në te, apo për diçka tjetër? Është përsërit shpesh gjeneti, do se duhet me besu në te. A për qëta përsëritja? A për diçka tjetër? Nuk ka për shkak të besimit. Se për të besu se ka gjenet, një ajet njëftën veç. Ka gjenet, u kry puna. Sa duhet me konë 10 ajete për me besua? Një ajet është u kry puna. Për me besu, a ka, a s'ka gjenet, një verset duhet, një sura. E pse gjitha këtë sura? Gjitha këtë përshkrime, detaje. Allah të regon, qumshti i gjeni qëfar është, qëfar detaje. Kultu që qëfar janë. Si kanë mëra, munet, mu të kiine alë lërajk, të mbështetur, kalëzën edhe mënyrën e ulljes në gjenet. Pse këtë detaje atëm? Për çfarë arsye? Në thonë, o Zot, mjaft, besum, e dim që ka, po të besojmë. Apo, pse? Për shkak se me e mojt zemër aktive në raport me gjenetin, mos me e dëmënu gafletja. Gjitha këto ajete, prap njerëz në gjumë. Prandaj të nëzër, gafleti, shkujdesja, mungesa e interesimit për gjenetin është pikrisht manifestimi i kësaj shkujdesje që realisht po flasë për ta. Kur jemi tek ngjarjet në Isra dhe Miraj, kur ka shku pejgamberi në Isra dhe Miraj, në një ngjarje kur është ngritur në qiell këtu në radhë, ka taku pejgamber. Cili është pejgamberi i fundit që ka taku? Ibrahim a.s. E ka taku të vonë Ibrahim a.s. E ka taku të Bejtul Ma'mur. Ta është qabja me lajkeve në qiell, i pështetur për Bejtul Ma'mur, Ibrahim a.s. E rrëthi fëmijët e muslimanëve që kanë vdekur para adoleshencës. Kujdes për ta Ibrahim a.s. dhe takon me prind xhenet. Begatia. Ibrahimi kujdes për ta rrën me fëmijët e muslimanëve. Çdo ka hadith në Buhari apo? E ka taku pejgamberi alayhi sallam Ibrahim a.s. Domthon, kjo është ngjarja më e madhe historike. Dy burrat më a ka njerëz më të madh histori se Ibrahim a.s. A dim na çka kanë bërë ata Muhammed? Në detaj për ngjarje sa e dim për shembull. Apo shënë defekt në ngjarjeve, gafletën. Mirë. Kur takuan dy të mëdhaj dunjos, a e dim zhvillimin edhe kur janë taku? Po e dini valla, e dini se janë taku para një javë nështë, apo dhe, e të një kush që ka nejtë, që shka nejtë, kështë marë non stop me dim detajet, apo i dim detajet. E Ibrahim e sa me Majëson që taku, është ngjarje e madhe kjo. Ata kanë bisedu, e që kanë thonë? Cili ka qenë diskutimi njerëzë më të mëdhenj historitë njerëzimit kërë janë taku, apo? Janë taku në pikën më të lartë, në Bejtul Ma'mur, në qiellin e 7 janë taku, apo? A din që ka mua vetë ata? Të ashtu, nështë për në ngjarje politike, nështë që shka me kondunja, ja. Ibrahim e sëmi ka thonë, pejgamberit dhe tonë, ka thonë, që i selam umetit për meja. Keni selam për Ibrahimit Alisa. Edhe pastaj, ka thonë, edhe thuj se gjeneti është kështu. Veç për gjenet kanë folë. Edhe u kry, asë një ma betë të rëfë. A përshen njerës të mdhej për shme që ka mirë në. A përshen temat e njerës të mdhej. Të në temat e burrave të mdhej. Ta shmush me thonë, po ata se kanë kuptu realitetin, ta shti mush me thonë kështu, që Muhammed e Sam se ka kuptu realitetin, temat aktuale, globale, zhvillimet e tjera. Jo.
Ta kanë qenë në pikën e realitetit. Krejt dunjoja syti pat dhe Artemis 2, që unes ka hana të. Apo. Krejt dunja, apo shkojnë, apo shkojnë, ato sillen, apo, krejt dunja, për një thëmë, apo. Është në gjare kjo. E në raport me ata, ku ka shku pejgamberi, ku ka bëri Artemisi atë? Në shumë gatë, korgja, as dhe në dera gjamis nuk është. A që shtë? Pejgamberi ka shku atje ku s'ka mundë si kërkush me shku. Kërkush, e pa mundëshme, s'ka mundë si me shku. E atje ka shku e ka bisedu me një njëri të madhe atë. A në gjarje kja madhe, po për zemrat të zgjuara, për zemrat të kujdesshme, për zemrat që e din çfarë muhabeti do të mëngu, për zemrat që e din se takimet e kujt duhet me i përcjell. Zemra është kujdesur dhe e qorientuar që e ka interesimin e dopt për temat e duhura, e që është e keq informuar dhe keq orientuar, mirët me takimet e tjera. Andaj ka thonë për xhenet. Ka thonë për xhenet. Ibrahim i ka thonë për xhenet. Kora ka toku Musajnë a.s. Pejgamberi madh Musa a.s. Temat e ty në sëllë kanë qenë, për qa kanë folë? Musa a.s. me pejgamberin të, qa kanë folë? Për namaz. Namazit tema kryesore e pejgamberve. E që kjo njësia matje kujdesit. Që kjo njësia matje kujdesit. Sa ka hi se brenga e namazit njëtën tona. Jo veç me falë si obligim, po si përjetim, po si ndikim, po si funksion, po si lidhje mes nesh, sa kemi dertë, sa e përcilim gjendje, ndikimin, e që kjo është zemër e gjallë, që kjo është zemër e kujdesshme. Tjetën të shkujdesshme. Prandaj, këtu e në shembuj tonë të mëdhur, këtu e mësime tona, që duhet në mësojnë se si duhet me majtë zemër të kujdesshme, të orientuar ka duhet, me ngjall interesim për temat saktuara, jo që me në vu përshtypje, për shambull, një lajm i dikujt nga strada, apo, se sa e ka bli orën, apo. Sa është shqit qëllën sportisti, apo. Ma fort në interesën e. Parëmënej, për shambull, sa është interesimi njerëzve më me thonë, për një sekret, dikujt me thonë, në ora 7 është premia, apo. Do të transmetohet drejt për drejt, keni mundësin të përcjellni live, ngjarjen e madhe, ku filoni do të del me tregu historinë e tij, si është 3 pika kështu më radhë. Krejt njerëz ishe bërërisë në rrugë. Çka më ngu pallavra, të kota. Njerëzve bosh nga dia, kur gjë s'kan heq. Me të kallzu pallavra, qysh e ka eksperiencë e tij me një dashur diçka që e punë e madhe atë. E punë e madhe, apo? Ndërsa kur vëmendje njerëzve, kur kujdes njerëzve që Allahu xhallahu pe thira. A kuptu tash gjendjen smundin? Ç'ka smundja? Vjen shkojnë haxhit e kthehen rruga marma, po për vetë bën haxhin, po dhe. Edhe Dhul-Hijja e gjitha kështu me radhë. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu të ndrozur kur ka në xhami ka pa njerëz më pak se në treg. Nëse në xhami ka mësu njerëz hadithe pejgamberit, vetë sa ka vdek pejgamberi sa, ende të fresta fjalët e tij, ende të fresta ngjarjet, tër sahabët po nxitojmë i përcjell mësimet, udhëzimet. Tregu plot, ndërsa xhamia jo xhamat. Sa duhet. E ka dalë, ka thonë, mirë për juve. Jo po mirë me këtë punë, do thonë xhami po shpërndat trashëgimia e pejgamberit alayhis salam. Njerëz kanë mundur për shpërndat xhubeja e tij, nallet, kimet e tij, kështu më radh kanë edhe kanë rapu. Kur kanë hyrë çka më pa? Kanë pa disa do mësu hadith, disa të mësu Kur'an, disa të mësu çfarë më radh. Kanë ku është ajo? Çka është? Këtë kalon pejgamberi sa. Apo në zemra e zgjuar apo mastim mësimi. Wallahi, parëmendoj për shembull, sikur të kesh lanë muftinia, se sa do të shfaqet në xhami xhube e pejgamberit sa. Sa xhamat kësaj më pas. Ja? Elhamdulillah, xhamia është plot, i kënaqur, Allah i shpërblet. Po pa them kushtimisht apo. Kushtimisht. Unë s'po flas për xhybën e pejgamberit, apo po flas për interesimin e pejgamberit për temat apo. E për temat që është interesu pejgamberi, kjo është interesimi.
Për gjupën e këshirëm, në mashëm në herë i lemrojmë, inshallah, keni me pasa gjemat këmë me pasa. Interesant me pave gjupën, që ka vesh? E qka ka pesë gjupën? Qka? Pejgamberi sa munafikun Abdullah ibn Selul e ka përshyr me gjybe tia, ka vdek, munafiku kryesor, e ka dhonë gjybe, ka dhonë nështë e krymë punë të Zotit të barëve ta. Kaq, munafik, dyftërsh, hipokrit, i poshtër, i ka posë zullëm pejgamberi së në stopë, kaq. Andaj, kjo është zemra shkujdesur, që mirë me formalitete, me aspekte si përfatsore, me shkëllqime, me ndriqime, por e me realitetat. Me jetë në ndërëvëzër, na duhet të ngjallim zemrën, ta kthejmë në realitet, në rrjedha e temave të duhura, ta ngritim interesimin për tema që na përkasin, që pasojnë zemrën tonë, afrojnë tek Allahu te barekutaala, vlerësojnë ngjarjet e mëdha dhe i shohim begatit të Allahut si janë dhe si duhet. Kjo na duhet. Që kjo është përmbledhja, kjo na duhet. Ja si arrihet kjo? Si ndodh kjo me marrë? Kjo arrihet formalisht. E para është, do më thonë, informimi i duhur. Informimi i duhur. Dija e duhur. Se me atë që merë, edhe kime e dhonë. Ai guri i mullirit, qka blunë? Atë që hudët në te? Apo, s'mosh me hudhë farën e grurit, ai me blu elbë. Se pa mundë s'më është, ai ka me blu grunë. Edhe ti, non-stop, në rrjetet sociale, informata, lajme, ngjarje, kështu me radhë. E tani, qka dashte mendja me nu? Qka dashte për gjeneta? Po s'mune se ke hudhë farën, Allah. As besimit, as gjenetit. Dituria është ndosh. Temat e duhur ato. Çështja tjetër të ndërmjetësor që na ndihmon në kthimin në kujdesin e duhur, ngrit interesimin është leximi i Kuranit. Kurani, po jo lexim, domethënë për shpërblim, por lexim për vetëdijsim. Lexim për vetëdijsim. Dietarët kur kanë folur për hatmen, me bohatme, ka përmend disa hatme. Disa hatme janë nivelet dietarëve ato, mirë po disa nivele mundem edhe na. Mirë po për te nivelet të shpërblimit. Në shumica dërmuese muslimane bujnë hatme për shpërblim. A ke përru me bohatme jo arabisht? Se nuk e din arabisht. Shqip, me lezu. S'po flasë është kjo lezimi kërë, po me lezu për fitim. E kini problem caktum, edhe po dënë qatë problem me e zidh me Kur'an, edhe po lezem. Me gjithë ku është, me këshull komentin, me pyjtë, të gjallartë, me pyjtë, e ke bu një hatme për me kuptu, për shambull, pse zemrët është kujdesër. A ja vlen një hatme me njëherë Kur'an fund me shku, me kuptu pse zemrët është kujdesër. Qysh është kujdesër? A ja vlen? Po be ja vlen që nuk ja vlen? Ja vlen. Në ke pa lexojmë për shambull, për pajisjet saktuara, për shambull, për qëka të që na intereson në dunja, lexojmë shumë. Një për shambull të ndëvazër me pas një smundje, që është smundje rona. Tash me këtë mundësi të qasin informata, sa lexon? Çdo 5 minuta e pyet që gjibitin. E nëse dikush e ka këtë smundje për shkak se merrxhumi, çka do të thonë? Ai ka zonë lexon, pe bigrafsh. E nëse ai që ka këtë smundje për shkak i kruhet mas kokës, çka i bën? Nuk ka mirë, se kjo i bën që tash gjithçka çdo lëvizje ai ka me qyr se çka i bën kjo edhe kjo. Çfarë do të japën? Apo pse? Smuj është Allah kjo, pa smuj, e gafletë e smuj. Pyeta Allahun për gafletën e vetë, edhe lexo për gafletën e vetë. Interesau. E për smuje tjera. Ai Kur'an është përnësi. Kur'an vëdësën për gjennet e për gjenneme, për shtëmërat. Gjërë të ndërëvëzër, aja që në ndihman më këndin nga gafleti, ose s'po ku me rritu gafletin është ndihme me zvete. Më përkro me zvetëm. Nëse unë bin gaflet, hoja nuk më lëmë. Nëse në fjallonin tonë, dëmon qarkullojnë fjallet që në gjallin zemrën. Jo që në fjallonin tonë të qarkullojnë fjallet që e legjitimojnë gafletin e tonë. Nëse një
vëlla musliman, një motër muslimane, dojnë pak më ngrit, për shembull, e do me bëhet dert atë ngritjet, Allah, mos jep shumë se e di njonin shumë i padon tani. Edhe ata pak ambicie ta mbytin atë. Edhe ata pak vullnet ta fika atë. Nuk lën me stutje. Allah, në të me gjithë, që shka thonë Sufjan Thauri rahimullah. Sufjan Thauri rahimullah ka thonë se trijen begatit e mëdha që Allahu xhallahu ala jep në jetë. Një nga ato është, ka thonë Sufjan Thauri, është një shok i mirë nga ti që kur ja shën të mirë e inkurajon e kur ja shën ai të keq e çerton. Që ka thonë pejgamberi sa ati sahabët ka thonë inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah. I ki dy të si Allahu i dën. E ti ki dy të si Allahu i dën. Inkurajim. Andaj Allahu thonë surën Kaf wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayat ad-dunya. Edhe pas e thot wala tuti man aghfalna qalbahu 'an dhikrina. Pejgamberi tallsam që ka pas zemrën më të gjallë, më aktive, më të kujdesshme. Allah i ka thonë mos rre ose para kësaj konë mos spir. Në rre, bë sabër. Tregoj durueshëm, rre me ata të cilët e përmendin dhe e adhurojnë Allahun me gjithë mbrëmje. E përmendin Allahun shpesh. E mos rre me ata që aghfalna qalbe. Ja kena mbulu me gaflet zemra thon. Mos rre me ata se çuçi i është mbulu zemra, ta mbulon ty zemra. Në kënë nëjë që në mesin të ngjallë në familje të nëzër, në familje, burin me gruan, të bashkëpunojnë në luftimin e gafletit. Nëse e shë, burin të shkujdes, dhe ma të saktumë, në ki frikë Allahun. Kujdesu për këtë qështja, dhe këtë burin me e konzu begatit madhe, që Allah ja ka dërgu një grua cila i ndihman në luftu gafletin. E jo me thonë, ti po më të regonë mu, ti djekë e bo që kështot, kjo sërë qasë i dur. Ose buri gru me ndihmofë. Shikoni hadith këtë ndozë. Ka thonë pejgamberi Allahu e mëshiroft. A ka diçka më të madhe se Allahu më mëshiru? Kur të mëshiron të fal, kur të fal s'përblen. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam Allahu e mëshiroft atë burr që zgjohet natën mu fal dhe zgjon edhe gruan e vet mu fal. Allah e mëshiroft atë grua që zgjohet natën mu fal dhe zgjon edhe burrin e saj mu fal. S'ka gaflet, kohë e namazët, mu që mu falë, jo sabahën, namaz natë. Madje ka në hadith se Allahu i qeshet në formën që ati të kanë, nga knetësia ti dhe nga shpërblimi që e marin këta njerëz, nëse burri i qohet mu falë, edhe zhjën gruan, e pak thët, po më rëgju, e pak e stërpik me uja. Veç mu qohet. E këtë spërkatje me uj, jo me hudh një shishe uj, po pak ngishta sa për formaliteta, po e këtë përpjekje të burrit për me largu gafletin e grusë Allahu xhallahu ala e dën shumë. Edhe gruaja që ashtu apo. E çana e burrit, jo mra vonë me uj. Çau aftë. Andaj që kështu duhet me luftu gafletin burri me gruan bashk. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se ka në hadithin se Muslim është gjuhë natën edhe ka thonë e i qidu sawahib il-hujurat zgjoni gratë që në këtë më falë mësë natës, kënë sa po që në këtë më falë pse më falë që ka ndodhë ka thonë është hapë sot vrima e Jegjud me Gjujit Jegjud me Gjujit ata dy pupe që ka me dalë Allah alem kër ka me dalë e murin që ka vëdhë dhul karneli ata non stop do mon të dy me dalë e është hapë paka e vrimi para është hap një fitnë e vogël dikun atje, ta është që më fala se mobilizim që të imunizojme ka shi fitnëve. E të ndozë nëse që kjo standard i vëmendjes, një vrime vogël e Jegjud me Gjujit, so vrime në qenë kënë tonë të Jegjud me Gjujitve tjerë, apo, jo vrima, për i kanë hapë dyrt, e portat, fitnet për në vëshojnë nga gjitha anë dhe na flajmë, apo. E që kjo zba me ndonë, që u burë, që u falu, gruja me burët, që u dilë në gjami, që falë njeri me grunë shpil sabahun, këse sabah falët, gruja falë të shpia, burë i falë në gjami, a kuptut? Do të me thonë, burrat falë në gjami, shpia është për gru. Mi thonë gruja burët, burë, mos në haram të shpia, ki kujdes,
Haram është tabi, e që kja me luftu gafletin, bashk, edhe buri grunë gjithashtu. Me fëmi, e pastaj në shoqëni, në xhami, ku do koftë. Na duhet një mobilizim i përbashkët për ta luftu gafletin, për ta rikujtuar njëri tjetrit rolet e zemrës, udhëzimet e zemrës, qëllimet e zemrës, ndërgjegjësimin e zemrës, zhimin e zemrës. Gjëse vetë smunëm. Kemi nevojë që tha Allahu xhallahu wasbir nafsaka te bashkë me ata yed'una rabbahum që në vazhdimsi e lutin Zotin mëngjesën për me që ata na duan çka që ata në shoqënia jote që ata në miqtë tu që ta kujtojnë Allahun te barekuhu teala në vazhdimsi jote edhe ajo që ndihmon të ndrozë gjithashtu në ato që mund të provojnë është edhe domethënë duaja ka shumë faktor po sigurisht ata shpesh një qasje e përgjithshme kryesisht me disa detaje për këtë temë të rrezikshme. Për këtë tim të rrezikshme. Ta lutim Allahun xhallahu, që Allah t'i zgjon zemrat tona. Që Allahu te barekuhu teala na vëdison për rolin e zemrës, qëllimin e krijimit. Allahu na vëdison për begatit e mirësi që kemi. Shumë begati kemi, shumë mirësi kemi. Po nuk po i shohim, nuk po i vlerësojmë. Prandaj edhe ashtu zilia, ashtu lakmia, ashtu ankesa, ndërsa jemi në mes në 10 mundësive dhe begative. Falem Allahun xhallahu për mundësitë e begatit që Allah na ka. Me lut Allahun te barekuhu teala. Është nga ato që na ndihmon. Pra të ndërrohet tema e gafletit është temë e madhe. Por mundohemi që ta bëjmë prioritet trajtimin e kësaj teme, që gjithmonë ta mbajmë zemrën të kujdesshme në raport me atë që duhet të kujdesshme. Aja duhet të e kujdesshme në mirëmbajtjen e raportit me Allahun. Kjo është rrisoj. Ti duhet të qenë kujdesshme me mirëmbajt raportin me Allahun. Ti je kujdesshme në orientimin drejt qëllimit të krijimit. Duhet me orientu ka qëllimi i krijimit apo na mban të vëmendshëm e të kujdesshëm në raport me ahiretin gjithmonë dhe rreziqet e dunjas, fitnë që përmana që në gjunahet, mëkatet e ndryshme kështu me radhë. Kjo vedi na duhet. Vedi për ngjarjet e mëdha që i përmana e tjera. Dhe truhemi nga të gjitha ata faktorë që e përgjumin zemër dhe e zhytin edhe më thellë në gjumin dhe në fundrinat e gafletit. Allah na ruaj. Allah na vëdësoft në përso gjendin, Zoti shpëlej familjarën për vëmendjen, për mundësinë mufti nderuar. Allah na takoft mira gjithmonë, e na gjithmonë më të vëmendshëm, e më të kujdesshëm për rolin ton, për punën tona, për obligimet tona deri në takim me Allahun te barekuhu teala. Zoti shpëleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.